kërshtrëngim është vetëm për namaz. Por përderisa ka vetdijen në kry, dohet më falë. Pra format mund të ndryshojnë, por namazin nuk bie. Dohet me shtin kry këtë punë muslimani, se namazin nuk bën me lanë. Pra robi, për punë namazit, kështu nuk është për agjerim, as për farz e tjera. Kërshtrëngim është vetëm për namaz. Sepse namazi është farzi, obligimi, detyra, e vetme, që nuk bie në as një rrethon. Përderisa ki memorien në kry, në kokë, ke vetdije. Për ta thash, kura levenoset, kura bëgjesht në komë, nëse ka mi pasko namaz, 2 javë dit, 1 javë, 3 dit, nuk i bën kaza. Por përderisa ka vetdijen në kry, dohet më falë. E pastaj shkak lodhje, dhimbje, smundje, ndryshon edhe forma namazit. A në kam, a ullën, shtrit, a mi bë bashk namazet, shqetësi ka me herët, madje kanë herë edhe me marrë të imam, sepse s'ka kushte pa abdest. Pra format ndryshojnë, mund të ndryshojnë, por namazin nuk bie. Do të me shtin kry këtë punë muslimani. Do të me shtin kry këtë me mjellë, ta këto, po edhe këto në zemër, bindje, se namazin nuk bën me lanë. Madje, do t'i porosit, nëse ki ka në porosit djallin, gruan, burrin, të ato të familjes që i ki, rrëmë një gati për namaz për i setë sotit. Për sen ose më ishi gati, halal dhe keni, veç për namaz rrëmë një gati. Kujtam në namazin, një mëmë një të marrë avdes, një mëmë një të falnat, ungjënëm pak, është shtrit pak ungjëm, shtrima një që të mani astek më shpine, këthem ka dale për i kibles, një mëmë një të falë namaz. Një mëmë një, se namaz është që shka. E pejgamberi Zotit ka thonë, wa alemu, anë khejre a'malikum as-salah. Dijeni se puna me mirë që bëni është namazi. Nuk ka me namaz. Nuk ka.